Arlen, dika si ka Washingtoni po dukesh. Ka Chinese Town, s'po di ku je bash, sa këthesh për lidhja për ty. Përshëndetje Jona, përshëndetje për shikuesit e Kosova Today dhe Klan Kosovës. Jam në Brooklyn, në New York, në këtë lagje të famshme, ku kam bazën e qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por ky botror do të jetë i gjatë. Isha në Meksik fillimisht, në Mexico City, dhe do të lëvizim nëpër Amerikë gjatë ditëve në vijim. Do të mundohem që të zë disa prej ndeshjeve, edhe pse është jashtëzakonisht e vështirë. Për shembull, sot zhvillohen 4 ndeshje në kampionatin botror. Në orën 12 në mesditë është ndeshja e parë mes Spanjës dhe Kepit të Zhil. Por zhvillohet mbi 2000 kilometra larg New Yorkut dhe patjetër duhet të marrësh avion për të udhëtuar. Kështu që nga dita në ditë do të mundohem që të përcjelli nga një ndeshje të kampionatit botror, por siç e thash, distancat e mëdha bëjnë të vështirë. Natyrisht për ne vështirë Arlen këtu ti shohim gjitha ndeshjet, se lere më ti atje të lëvizësh nga pika në pikë, se është territor shumë i madh. Ajo që natyrisht se ke Kronin sot këtu për të bërë pyetje më profesionale, se kaq po si shikuese po i vlerësoj. Pyetjet i kam në nivel shikuesës. E para, cila ishte ajo ndeshja që pam 3 kartona të kuq, kisha pa ndonjëherë dhe mbrëm një rezultat 7-2. Sa u përfundoi loja? Gjermania fitoi kundër Kuraçaos 7-1, ndërsa ndeshja e parë hapëse e kampionatit botror mes Meksikës dhe Afrikës së Jugut pati 3 karton të kuq, e në fakt gjatë krejt botrorit të kaluar në Katar në vitin 2022 ishin dhënë 4 karton të kuq. Kam karon sy edhe mu Arlen. Shumë njerëz u befasuan. Çfarë mund ta ndihmoj unë është që të bëj pyetje sikur të ishte Kroni në vend të juaj. A bën të lutem, s'kena për ty. Vazhdo Arlen. Politike që po ashtu janë diskutuar shumë në Amerikë. Për shembull, ajo çfarë ka ndodhur në konferencën për mediat të kombëtarës së Iranit ka qenë interesante, sepse Irani dashur që ta bënte bazën e qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me ato planet ka ndryshuar në momentet e fundit dhe janë detyruar që të vendosen në kufirin mes Meksikës dhe Amerikës, por në territorin e Meksikës. Dhe dje në konferencën për media para ndeshjes me Zelandën e Re, nga pres oficeri i Iranit u kërkua që të mos bëj asnjë pyetje në lidhje me luftën apo në lidhje me relacionet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të koncentrohen pyetjet e gazetarëve vetëm në futboll dhe në kampionatin botror. Edhe pse shumica e gazetarëve ishin të interesuar që të bënin pyetje në lidhje me këto probleme, sepse veç themi vendosja e Iranit në Meksik menjëherë përbëj lajm dhe problem për gazetarët, por në asnjë moment nuk përgjigjeshin në pyetjet në lidhje me luftën e Iranit. Pastaj ka probleme tjera në Amerikë që ekipet nuk janë të lumtura me pauza që po bëhen gjatë ndeshjeve. Gjithçka është ndruar në komercionalizëm, gjithçka është materializuar në Amerikë. Për shembull, gjatë çdo pjese, pavarësisht nëse bën vap apo nëse është temperaturat e ulta, ka 3 minuta pauzë dhe gjatë asaj periudhe në transmetime të drejt për drejta shkohet në marketing, ndërsa në për stadiume ka organizime ku dalin, performojnë këngëtar apo grupe të ndryshme. Pra gjithçka është shndruar në para në Amerikë. Nga lëvizja prej qytetit në stadium, pastaj për të hyrë në një ndeshje për ta parë një bilet kushton jashtëzakonisht shtrenjtë. Dhe nuk është që në Amerikë tema kryesore është kampionati botror, siç duhet ishte faktikisht. Për shembull, para 2 ditësh këtu në New York ishte festë e çmendur pasi New York Knicks u shpall kampion në NBA. Dhe tema kryesore ishte basketbolli. Pas 53 vitesh dhe themi për amerikanët e thjeshtë nuk përbën shumë lajm kampionati botror dorën zemër. Shumica e njerëzve që kanë ardhur nga Evropa apo nga Amerika Latine janë duke e shijuar botrorin, por për amerikanët nuk çon shumë pesh botrorin. Kështu sa kam pasur mundësi të marr përshtypjen
gjatë këtyre ditëve që kanë shndruar. A ka qenë gabim pra një gjë e tilla, pavarësisht edhe natyrisht insistimit të vetë Amerikës për ta bërë atje, a do duhet të ndodh prap apo do të jetë hira e fundit kjo për faktin që të s'ka interesim, e dim atje ka natyrisht interesim siç e the edhe ti dhe ke qelluar fatmirësisht në New York kur edhe morën kupën e më të mirët në NBA. Kjo ka ndikuar shumë që atmosfera në përndeshje të mos jetë e zjarrt. Kupa e botës jemi mësuar që të jetë një farë feste në vete, edhe për shtetet organizatore, edhe për tifozët që udhtojnë për të parë ndeshjet. Por nëse një tifoz detyrohet të paguaj $1.000 apo $2.000 për një ndeshje, ai tifoz nuk është i flakt i futbollit. Zakonisht shkojnë për të bërë fotografi apo për video për Instagram, dhe në ndeshjen mes Brazilit dhe Meksikës që qëllova në MetLife Stadium, më bëri shumë përshtypje që në pjesën pas sportit, ku do të duhet të ishin tifozët ultras, tifozët e flakt të Brazilit, shumica që ndronin ulur dhe atmosfera tradicionale samba e Brazilit mungonte. Pavarësisht që ishin mbi 70% në stadium tifozë të Brazilit, dhe kur them mbi 70%, aty ishin rreth 60.000 tifozë të Brazilit në stadium, dhe shumica ishin tifozë të cilët vrej, ishin të pasur, apo që kishin pasur mundësi të blejnë një bilet $2.000, dhe normalisht që ai tifoz nuk krahasohet me një tifoz të thjesht, të flakt të Brazilit, që nuk është i pasur dhe nuk ka para për të blerë një bilet, por ndryshe do ta shihte ai ndeshjen në stadium e ndryshe një tifoz i pasur. Kjo po vrehet shumë në Amerikë. A pritet të rritet interesimi në Amerikë, sepse në Evropë megjithatë sikur e mban gjallë futbolli i Evropën edhe karshi zhvillimeve politike, ka një temë, një vend rezervuar për futbollin e më pas për politikën, për fakti që natyrisht lojrat shkojnë e bëjnë më interesante, tashmë niveli i ekipeve, mbas edhe mund të mos zgjojë shumë interesim si që zgjojnë ato ka fundi apo nga mesi i kampionatit botror. Saktë. Ndeshjet e fazës së grupeve, sidomos këto në fillim, nuk kanë shumë interesim për shkak që nuk ndeshen kombëtare të mëdha. Vetëm një ndeshje gjatë kampionatit botror dhe fazës së grupeve ishte ballafaqimi mes Brazilit dhe Marokut, që luanin dy kombëtare që janë në top 10 të ranglistës së FIFA-s. Që të gjitha ndeshjet tjera, për shembull, luan në vendi i dytë me vendin e 78 në Kupën e Botës, apo sikur kjo. Por natyrisht faza e eliminimit do të zgjojë shumë më tepër interesim. Nëse kalojmë tek aspekti tjetër i presidentit Donald Trump që përbëj dhe lajmi. Ai nuk e shikoi ndeshjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ndeshjen hapse kundër Paraguayit, nuk ishte i pranishëm në stadium, dhe kjo amerikanëve i ka bërë shumë përshtypje, sepse figura kryesore e promovimit të Kupës së Botës në Amerikë ka qenë presidenti Donald Trump, po ashtu edhe presidenti FIFA Gianni Infantino. Ka nisur një fushat ka më tepër se 2 vite, shumë shpesh ka ndalur nëpër media dhe rrjetet sociale, dhe presidenti Donald Trump mungoi në ndeshjen hapse të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërsa në këtë ndeshje ishte i pranishëm kryeministri i Kanadas Justin Trudeau, dhe ai nuk ishte i pranishëm në ndeshjen hapse të Kanadas. Dhe me vërtet këto lajme ishin interesante për të përcjellur, do të jetë shumë interesante për përcjellur kampionatin botror në lidhje me sportin dhe me ato lajme që ndërlidhen me futbollin, dhe ne do të jemi këtu për të përcjellur këtë detaj edhe për shikuesit e Klan Kosovës në për emisionet tona. Faleminderit shumë edhe një herë, Arlind, për këtë paraqitje, për sakrificën që i ke bërë gjumit që të lidhesh me ne, ta vlerësoj. Dhe suksese në fakt në këtë super dinamik që ke atje. Faleminderit shumë, është pak e vështirë. Në fakt, iku, Arlind, edhe në fakt jemi pothuajse në fund të edicionit për ditën e sotme, duke ju falendruar shumë për vëmendjen tuaj. Bashkë takohemi nesër në ora 12.